Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Pas gjithë atyre ditëve në Tiranë, fillova ta ndjej kohën ndryshe. Nuk matej me ora po me dalje, por me gjendje. Kishte ditë që më dukej sikur po jetoja shumë shpejt, sikur gjithçka ndodhte pa ndalesë, dhe ditë të tjera kur gjithçka më rëndonte, ishte e ngadalt, si të ecje në balt. Në mëngjes u zgjoja shumë vonë. Nga dritarja e apartamentit shija qytetin që lëvizte, njerëz që shkonin në punë, makina të vogla, autobus të mbushur plot. Unë isha jashtë atij ritmi. Nuk ishte orar për mua, nuk kisha përgjegjësi, dhe paradoksi ishte që kjo liri po më rëndonte. Sepse kur nuk ke asgjë për të bërë, fillon të dëgjosh mendimet e tua më fort se çdo herë. Vendosa të merrja makinën me qira dhe po dilja pa destinacion. Rrugët që i kisha bërë edhe më parë, por tani shija ndryshe. Në çdo ndalesë, në çdo semafor, ndjeja syt mbi mua. Normal, sepse isha me G-klas. Admirim, kureshtje, xhelozi. Fillova të njoh këto shikime, ishin bërë të parashikueshme. Nuk më bënin më të ndihem mirë, më bënin të ndihemi lexuar, i zbuluar, por jo si njeri, si objekt. Një pasdite u ndala në një lavazh. Dola nga makina dhe pash djemt që punonin aty. Ishin të rinj, të lodhur, me duar të pista nga puna. Njëri më pyeti: "Sa kohë e ke?" I thash: "E kam me qira." Ai qeshi, "E bukur gjithsesi." Ajo fjali më mbeti në mendje gjithë ditën. Gjithsesi, sikur të thoshte edhe nëse nuk është e jotja, mjafton të duket. Dhe kjo ishte pikërisht thelbi i gjithçkaje që unë po jetoja në Tiranë. Në mbrëmje dola. Ishte bërë zakon, jo sepse doja, por sepse nuk dija çfarë të bëja dhe si të shtyja kohën. Në një bar takova disa njerëz që më kishin parë edhe herë të tjera. Bisedat ishin të cekta, të përsëritura. Pyetje për jetën jashtë, për mundësitë, për lekët. Askush nuk pyeste si je. Dhe as unë në fakt nuk doja t'i tregoja. Një moment një vajzë më tha: "Ti dukesh sikur nuk ke nevojë për asnjë gjë. Me këtë makinë, me siguri ke të gjitha." I buzëqesha, por brenda mendova: ndoshta sepse askush nuk po më sheh vërtet për atë që jam. Netët u bën të gjata. Kthehesha vonë në shtëpi, ulesha në divan dhe shikoja dritat e qytetit. Makina ishte poshtë, e parkuar e heshtur. Një copë hekuri që më kishte hapur dyer, por nuk më kishte dhënë asnjë ndjesi që zgjaste më shumë se një mbrëmje. Fillova të kujtoj veten në Angli, ditët e zakonshme, punën, rutinën, miq që më njihnin për atë që jam, jo për atë që dukem. Nuk bëja jetë luksi, por ishte jetë reale. Për herë të parë më mori malli për normalitetin. Ditën para se të dorëzoja makinën, dola herët në mëngjes. Tirana ishte pothuajse bosh. Parkova diku dhe zbrita, fillova të ecja pa qëllim. Asnjë nuk më pa, asnjë nuk u kthye, dhe ndjeva një lehtësim të çuditshëm. Ishte sikur po zhdukesha nga një skenë ku nuk isha zgjedhur të luaja. Kur ja dorëzova Chelsea-n agjensisë, ndjeva një ndarje të vërtetë. Jo nga makina, por nga versioni i vetes që kisha luajtur ditët në Shqipëri. Dola në rrugë dhe për herë të parë pas shumë kohe, isha thjesht unë. Ditët e fundit i kalova ndryshe. Ula në kafene të vogla, fola me njerëz që më pyesnin për jetën time. Një plak më tregoi për rinin e tij. Një djalë më foli për frikën se nuk do ikte dot kurrë nga ky vend. Këto biseda më mbushën më shumë se gjithë vëmendja boshe nga ato vajzat që hynin në makinë. Kur u nisa për në aeroport, nuk ndjeva keqardhje. Ndjeva qartësi, e dija çfarë nuk doja më, të vlerësohesha për gjërat që nuk më përkasin. Në avion, ndërsa qyteti zvoglohej poshtë meje, mendova gjatë. Nuk ishte një histori suksesi, ishte një histori kuptimi. Kuptova sa lehtë njerëzit ngatrojnë pasurinë me vlerën, imazhin me karakterin, dhe sa lehtë bien në kurth. Kur shkova dhe mbrita në Angli, gjithçka ishte si më parë. Qielli gri, rrugë të njohura. Por unë nuk isha i njëjti.
Nuk kisha nevojë të dukesha më, mjafton të isha unë. Dhe në fund, kjo ishte ajo që mora nga e gjithë vera në Shqipëri, një pasqyrë të sinqertë të realitetit dhe të vetes time brenda saj. Gjithë atyre ditëve në Tiranë fillova ta ndjej kohën ndryshe. Nuk matej me ora po me dalje, por me gjendje. Kishte ditë që më dukej sikur po jetoja shumë shpejt, sikur gjithçka ndodhte pa ndalesë, dhe ditë të tjera kur gjithçka më rëndonte, ishte e ngadalt, si të ecje në baltë. Në mëngjes u zgjoja shumë vonë. Nga dritarja e apartamentit shija qytetin që lëvizte, njerëz që shkonin në punë, makina të vogla, autobus të mbushur plot. Unë isha jashtë atij ritmi. Nuk ishte orar për mua, nuk kisha përgjegjësi, dhe paradoksi ishte që kjo liri po më rëndonte. Sepse kur nuk ke asgjë për të bërë, fillon të dëgjosh mendimet e tua më fort se çdo herë. Vendosa të merrja makinën me qira dhe po dilja pa destinacion. Rrugët që i kisha bërë edhe më parë, por tani shija ndryshe. Në çdo ndalesë, në çdo semafor, ndjeja syt mbi mua. Normal, sepse isha me G-klas. Admirim, kurreshtje, xhelozi. Fillova të njoh këto shikime, ishin bërë të parashikueshme. Nuk më bënin më të ndihem mirë, më bënin të ndihemi lexuar, i zbuluar, por jo si njeri, si objekt. Një pasdite u ndala në një lavazh. Dola nga makina dhe pash djemt që punonin aty. Ishin të rinj, të lodhur, me duar të pista nga puna. Njëri më pyeti: "Sa kohë e ke?" I thash: "E kam me qira." Ai qeshi: "E bukur gjithsesi." Ajo fjali më mbeti në mendje gjithë ditën. Gjithsesi, sikur të thoshte edhe nëse nuk është e jotja, mjafton të duket. Dhe kjo ishte pikërisht thelbi i gjithçkaje që unë po jetoja në Tiranë. Në mbrëmje dola. Ishte bërë zakon, jo sepse doja, por sepse nuk dija çfarë të bëja dhe si të shtyja kohën. Në një bar takova disa njerëz që më kishin parë edhe herë të tjera. Bisedat ishin të cekta, të përsëritura. Pyetje për jetën jashtë, për mundësitë, për lekët. Askush nuk pyeste si je. Dhe as unë në fakt nuk doja t'i tregoja. Një moment një vajzë më tha: "Ti dukesh sikur nuk ke nevojë për asnjë gjë. Me këtë makinë, me siguri ke të gjitha." I buzëqesha, por brenda mendova: ndoshta sepse askush nuk po më sheh vërtet për atë që jam. Netët u bën të gjata. Kthehesha vonë në shtëpi, ulesha në divan dhe shikoja dritat e qytetit. Makina ishte poshtë, e parkuar e heshtur. Një copë hekuri që më kishte hapur dyer, por nuk më kishte dhënë asnjë ndjesi që zgjaste më shumë se një mbrëmje. Fillova të kujtoj veten në Angli. Ditët e zakonshme, punën, rutinën, miq që më njihnin për atë që jam, jo për atë që dukem. Nuk bëja jetë luksi, por ishte jetë reale. Për herë të parë më mori malli për normalitetin. Ditën para se të dorëzoja makinën, dola herët në mëngjes. Tirana ishte pothuajse bosh. Parkova diku dhe zbrita, fillova të ecja pa qëllim. Asnjë nuk më pa, asnjë nuk u kthye, dhe ndjeva një lehtësim të çuditshëm. Ishte sikur po zhdukesha nga